Kafeneja në një bodrum në lagjën Katërlullat në Prishtinë ka qenë cak i një sulmi të armatosur nga dy persona të maskuar të martën rreth orës 22:30. Nga të shtënat me armë ka mbetur i vrarë 61 vjeçari Naser Gashi, ndërkaq është plagosur Miftar Miftari. Në vendin ku ka ndodhur vrasja, kishte letra bigjozi dhe karrige të rrëzuara për tokë. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë detajet e plota dhe motivet e këtij sulmi, por të afërmit e viktimës kanë thënë se ajo është qelluar aksidentalisht dhe se nuk ka qenë i përfshirë. Aksidentalisht ka qellu në atë restoran ku palët të cilat pas kanë pasur problem që ne nuk i njohim, nuk e dim se kush janë. Naseri ka marrë flokë dhe Naseri ka petë aksidentalisht pa qenë i vërtetë fare në të. Policia e Kosovës ka njoftuar të martën pas ngjarjes se ka identifikuar njërin nga dy të dyshuarit.